Shikues ta dy siner mirë mbrëma. Një puthje në ballë në sallën e gjyqit e aktorit madh Robert Ndrenika ndaj kryebashkiakut Tiranës që po përballet me akuza para drejtësisë ka hapur një debat të madh publik. Menjëherë pas saj një furtunë e madhe reagimesh, zemrimi, zhgënjimi, linçimi, por edhe mbrojtje shpërthyer në rrjetet sociale. Në qendër të gjithë kësaj, megjithse një ikon e skenës shqiptare, publiku u nda në disa pjesë mendime duke bërë që ai të gjykohet jo më për një rol në teatr apo për një film, por për një qëndrim personal dhe publik. Dikush e quan akt njerëzor, dikush tradhti, dikush hipokrizi. Po si duhet lexohen këto reagime dhe cili është kryeroli i artistit sot në shoqëri? A e përdor politika artin apo arti politikën? Apo jetojmë në një epokë ku rrjetet sociale janë kthyer në gjykatat morale? Pse në fund sulmohet më fort artisti shoqëria se sa vetë një politikan? Dhe mbi të gjitha, a kemi humbur aftësinë për të debatuar pa urrëtie? Sonte do përpiqemi të shohim një debat dhe të realizojmë një debat për ta parë nga të gjitha këndet, jo për të bërë gjyq publik, jo për të sjell, le të themi, atë lumin e madh të urrëties në rrjetet sociale, por për të kuptuar se çfarë ndodh në raportet mes politikës, shoqërisë dhe artit. Ne do kalojmë insertin dhe rikthehemi. Tari i Bukës, kur ta vënë këtu, ai është më i tmerrshëm nga të gjithë. Ne nuk duhet të lejojmë të prishet ai teatr pa marrë vesh se çfarë do bëhet në të. Mos e them që Bujar Laku jeton në një dhomë me një kuzhinë 50 metra katror. Artisti i madh. Kurse qeveritarët tanë kanë vila nga 5 milion, nga 10 milion euro. Është mbeti vjetë o jonë. Po thuj se e kam ndjekur që në familje, është djallë i jetim, i rritur me halle, me probleme, dhe që familje që në fillore ka qenë filozof familje. Dhe kjo është arsyeja që erdhi ditën e sotme në gjykat? Kjo është arsyeja ta mbështetur ditën e sotme? Edhe që ka ndihmuar shumë teatrin dhe artistët. Kam kënaqësi që mbrëmjen e sotme të kem zotin Dashamir Shehi, kryetar të LSHK-s, nderuar mbrëma, faleminderit, kënaqësi që kam në studio. Zotin Ismet Drishti, artist, drejtori i Zjarr TV, nderuar mbrëma, faleminderit, kënaqësi. Zotin Robert Budina, regjisor, nderuar mbrëma, faleminderit. Zoti Budina, po e nis me ju, duke qenë se ju keni qenë edhe ndër figurat aktive të mbrojtjes godinës së teatrit kombëtar, ndërkohë që ka ridal edhe një herë në skenë debati i fundit për teatrin, për rolin e artistëve në atë kohë, si u ndan ata, ndërkohë debati i fundit është mbi qasjen e artistit madh zotit Robert Ndrenika, por nxori edhe raportet mes politikës edhe artit. Ju si keni lexuar të gjithë këto reagime? Në fakt të them të drejtën, edhe inserti që bët ju i shërben rrjeteve sociale, sepse përqendruat çfarë tha, si i tha, pse i tha. Që vetë ju keni thënë që ky është një veprim personal i tij, që pa çka se është i bërë në publik. Unë do thosha çfarë humbëm ne me shëmbjen e teatrit. Ky është debati. Ky është debati që ju shërben shqiptarëve që të marrin vesh çfarë ka ndodhur. Po, nisim nga debati i fundit dhe pastaj mënyra si orientuat ju është ne të orientohemi drejt një gjyqi publik. Kjo nuk është e tani regjizori në studio jemi ne, ju jeni i ftuar, kështu që pa diskutim, padyshim që do t'i adresoni, do t'i përgjigjeni pyetjeve. Shëmbja e teatrit kombëtar humbi një vlerë rreth 85 milion euro deri 100 milion euro me gjithë investimin që po bëjnë tani, dhe nëse do ishte investuar për të kërkuar, siç ne arritëm të lidheshim me Europa Nostrën, mund vini në Shqipëri, mund ndërtojë një teatr dhe të merrej 10 milion euro mund të merreshin falas, edhe 6 deri në 8 milion euro me lobimin që ishte bërë deri në atë moment, mund të ishte rikthyer vlera e teatrit kombëtar dhe kjo humbje që ka shkaktuar qeveria dhe të gjithë ata që mbështetën shëmbjen e teatrit kombëtar, po ta përkthesh për kokë, i bie 35 deri në 40 euro kanë paguar shqiptarët për shëmbjen e teatrit kombëtar. Nëse ne do flasim
për të mirën publike, e mira publike është kjo dhe vetëm kjo. Mbrapa, gjithë se cili luan rolin e vetë si ta mendoj ai se është më mirë. Nëse ne do përqendrohemi këtu për të bërë gjyqin e dikujt, ne se kemi bërë në kohën kur na vinte policia dhe na drejtonte armët. Se kemi bërë atëre, jo më ta bëjmë tani. Nuk ka për të ndodhur dhe mund të thoni juve, mund të kishit pyetur pjesën tjetër të artistëve çfarë mendonin ata kur ne na erdhën me kallash brenda, kur njërin e nxorën të prangosur, edhe një arkitekt e morën zvarr, edhe gjithë figurat e tjera që ishin aty, dhe mçeftas në 4:30 të mëngjesit. Po ju çfarë mendoni për atë? Se ne rrezikum jetën në fund të ditës atje. Ne ishim, u futëm për të mbrojtur një pasuri publike dhe për asgjë, absolutisht asgjë personale. Vlera e trashëgimisë kulturore njihet nga Europa, ti kam marrë, ti kam sjellë dokumente përpara. Kjo është një temë shumë e rëndësishme, i nderuar zoti Budina. Patjetër që duhet flitet. Por kjo meriton një debat të veçantë, sigurisht. Po sot jemi për raportet mes artit dhe politikës dhe pse është nevojshme që të nxitet gjithë ky lum i madh të urrëtieve. Pse mendoni ju se artistët janë qenie të tjera? Artistët janë pjell e këtij realiteti. Janë për një gjë, janë më të ndjeshëm në një lloj kuptimi në një moment caktuar. Nuk kanë asnjë shëshmëri, nuk kanë asnjë vlerë kështu ciklopike. Edhe ju vetë e keni vuajtur mbi kurriz giotinën digjitale. Po e kam vuajtur. Ju keni një lexim për gjithë këtë? Po sigurisht që kam një lexim. Nuk duhet i fryhet kësaj. Kaq. Leximi është çfarë humbën shqiptarët. Ky është leximi. Çfarë humbën shqiptarët duke shënë teatrin kombëtar? Humbën këto që thash unë. 85 deri 100 milion euro dhe kosto e teatrit të ri me lekët e shtetit 40 milion euro i ka shkuar 3 fish, 4 fish më shumë se sa po të vinin parat e Evropës dhe ndërkohë ti do kishe një trashëgimi. Doni të përmend juve se çfarë ka qenë ai teatri kombëtar? Lindi teatri kombëtar, lindi Estrada, lindi Akademia e Arteve, lindi Teatri Operës dhe Baletit. Lindi gjithçka, u bë dhe gjyqi, kaloi në politikë, u bë dhe gjyqi i atyre deputetëve që u dënuan më vonë. Dhe kjo nuk ishte thjesht një godin, por kishte brenda histori, kishte energji njerëzore. Prandaj Europa i lexon këto, sepse shëmbja fizike Si ka mundësi që disa nga artistët nuk i dinin këto gjëra që tha ky zoti? Po pse u ndan atëherë? Atëherë po të them diçka. Se që aty u krijua një lloj u ndanë dy brigje artistët pra. Shko pyeti. Unë di që sa herë jepnin në intervista artistët që donin që të bëjë një teatër i ri, vinte policia në teatr, këtë e di unë, që na thoshin dil jashtë, se kishin marrë çikuraje dhe guxima, kupto? Edhe vinin dilni ju tash se sjeni as i gjo aty, dilni se po ju kapim shpulla. Edhe përdonin dhe fjalor pa përshtatshëm. Kishte edhe nga ata policia na ndihmonin. Thoshin aman qëndroni për ne, për fëmijët tanë. Tani kjo nuk ka pikë rëndësie, unë nuk merrem me këtë. Me sa duket ti nuk po më kupton dhe unë po ta shpjegoj shumë drejt, por thjesht dua që ta mbaj në korniza. Për pasurinë e shqiptarëve nuk ka rëndësi çfarë i tha, pse i tha, ku i tha. Kjo është çështje personale, gjithë secili merr kostot e veta. Ne jemi artistë, ne flasim për parime, shko merru me politikën që të flasi për emra, shko merru me prokurorin për të nxjerrë çështjet ku janë dhe si janë, leta janë aty me qindra dosje për teatrin kombëtar që nuk janë prekur fare, që janë shumë të rëndësishme dhe shpresoj që edhe emisioni të shërbejë edhe kësaj kauze, sigurisht, po jemi për tjetër temë zoti Budina, ju shumë e rëndësishme edhe të që thoni ju, nuk po i vendos minus. Unë nxjerr kërkova dhe ndihmën e të më përmbledhë. Po patjetër janë. Se ne i kemi bërë edhe me arkitektët këto. Kemi shkuar deri në Paris i dashur. Kemi lobuar ke Europa Nostra, ke po themi, krye ministria e trashëgimisë në Paris, kemi takuar presidentin atje, kemi takuar këshilltarin e Macron për trashëgiminë dhe firmosi një libër ku tha duhet mbrojt teatri kombëtar me se s'bën në Shqipëri. Dhe nuk e besonte që një kryeministër artist mund të kishte ndërmend të shëmte teatrin kombëtar. Dhe faktikisht ndodhi çeftas, ndodhi në 4:30 të mëngjesit, se nuk ndodhi ditën kur të ishin gjithë. Mbas 2 ditësh do vinin përfaqësuesit evropian në Shqipëri për të parë situatën, do investoheshin deri 70.000 euro të maktun. Do vinin ata për të parë si ishte gjendja dhe do fillonte lobimi për të marrë 5 deri në 10 milion euro falas nga Evropa. Me kredi të butë do vinin deri 6 deri 7 milion tjera
Dhe këta e shëmbën, Europa Nostra e vuri koston 25 milion të teatrit kombëtar, që u shëmb, plus 60 milion, plus çfarë u humb, 100 milion, shkoni tani dhe merruni me perceptimet, merruni çfarë mendojmë ne për atë. Ne mendojmë shumë mirë për atë. Për çdo artist që kanë kontribuar për vendin, absolutisht mendojmë shumë mirë, por kontributi qytetar është një tjetër histori. Është një tjetër dhe artistët nuk është se na kanë vënë ndonjë shembull kaq të jashtëzakonshëm në politikë apo jo. Ju e dini, besoj. Na kanë vënë? Për kë keni fjalën? Për gjithë që kanë marrë pjesë në politikë, nuk kanë qenë, po themi, më të spikatur se disa të tjerë në politikë. Kjo është çështje profesionistësh dhe çështje ndershmërie. Është këndvështrimi juaj se për shembull ka patur kush e lëviz? Ke një kryeministër që thotë Ç'të të them unë ty tash jam këndvështrimi se mund të jetë një kryeministër, por ka patur edhe figura të tjera, ka qenë edhe zoti Dokli, ka qenë edhe zoti Dritor Agolli, figura të ndryshme që kanë dhënë një kontribut jo pak vogël. Nuk e vën dyshim, po e kanë dhënë kontributin, si e kanë dhënë, se e përmendë këtë emër shumë. Si, në cilën formë i kanë dhënë? Kur nuk kanë qenë ekzekutiv, kanë qenë më shumë për të formuar një mendim në parim. Kur kanë pasur vendimarrje artistët, nuk është se kanë shkëlqyer. Lideroi ka qenë patriarku i Partisë Socialiste, njeriu që ka ndryshuar. Po, që ka ndryshuar pra. Mund t'ja minimizojmë. Jo, s'po them për kontributet. Po, s'm kuptove. Thash që ata kanë formuar një mendim. Po flas për vendimarrje, artisti drejtori s'ka qenë kryeministër. Apo jo. Ka qenë njëri që reagonte ndaj pa drejtësive dhe brenda partisë vet. Dhe ai formoi mendimin kritik nga të parët në Partinë Socialiste. Kështu që s'po flas për atë, po flasim për vendimarrjen. Kështu që mos i shikoni artistët sikur do jenë ata që do vinë t'ju shpëtojnë, se mbase nuk ju shpëtojnë, mund t'ju çojnë dhe më keq. Se ç'kemi qenë, po merrni profesionistët dhe njerëzit në ndershëm. Arjen Suvi, më mbrëma, faleminderit, kënaqësi që kam në studio. Shumë faleminderit. Zoti Shej, pse është e nevojshme që politika gjithmonë t'i hedhë syt nga arti? Po t'i hedhë syt nga arti, të varet si hudhë, se po t'i hudhë nga arti tamam ku ma gje. Do t'jetë, politika i hudhë ke personazhet, që vinë ka bota e artit, mund vinë edhe ka sporti, ka futbolli, por herë kemi pas që parlament, edhe artista, edhe sportista, si me thënë njerëz që i njeh publiku, kjo për këtë punë afrohet politika dhe sigurisht që afrohen edhe i pjesë artistëve. Aty unë, qoftë se do bëjmë një debat, se kush është raporti i artit me politikën, i debati është pak më gjerë. Se që është raporti i politikës me lirin, një, dhe qëfar përfaqëson artin brenda hapësirës lirisë. Se arti presupozohet që nga gjithë disiplinat, po e them, nga gjithë format e kulturës, është ajo më e lira. E duhet tentoj lirin maksimale. Dhe me thënë, një artist e shef dhunën dhe aty ku se shofin tjerët. E shef munges në liris dhe aty ku se shofin tjerët. Dhe kjo është, si thësh, raporti që duhet ketë, ai arti me politikën, bota e artit, jo format e artit, mënyrë, se ka forma arti që spriten fare me politikën. Po artisti vetë që tjetë një të... Prej natyre artisti është kritik me politikën. Një. Prej natyren është desident me pushtetin. Edhe kjo ndodhë në gjithë botën. Edhe po të shikosh historinë e artit në gjithë botën. Sigurisht që ka pas dhe artistë të regjimit. Në çdo kohë ka pas. Ka dhe sot, fatkeqësisht. Sidomos në për këto autokracitë e këto gjëse. Atje. Por përgjithësi, po të shikojmë që nga historia e artit, nga jo më e vjetër e fare që në kohët e Skilit, Aristofanit, është kritik arti me botën politike. Edhe këtë lloj tradite, sigurisht në Europën e sot, kjo ka shku për te, është dhe sot, po të shofë si ku e diun ku është ajo autokracia më e madhe sot, më e frikshme. Pak është në Amerikë, po e zem, me Trumpin. Po të shikosh, ato që ngrejnë dorën partë kundër ati Trumpit janë artistët, politikanët janë më të vetë përmbajtur, biznesi sigurisht shikon, ndërsa artistët ati asë nuk e shqetëson fare atë, si e ka ato këngëtarët, ose De Niro, ose po të them ty fare, nuk e ashtu se që është kjo është presidenti, sepse ato gjykojnë që liria
që nuk është thjesht atyre, sepse ato i përkasin publiku. Po liria publike është një gjë më e rëndësishme se sa pushteti. A kanë gjithmonë drejt? Mundet që jo. S'është thënë kjo, s'është ekuacion kjo, matematikë, kjo është gjendje shpirtërore, këto është ndjesi në raport me qytetarët. Dhe në fakt, me thënë drejtën, këtë punë ka pas arti edhe në Shqipëri, në momentet caktume. Por që më 90-ën, unë e mbaj mend që po thuj se 90% artistëve ishin me kraun në i farë mënyrë opozitarë që donë të shemte komunizmin e kjo. Edhe për tradit një pjesë e mirë ka vazhdu. Sigurisht gjatë rrugës pasaj ka njerëz që për hir të interesave të pushtetit, drejt lidhjeve personale, koincidencave. Por arti, si që tha dhe zotëria, një pjesë, nuk po them se të gjithë, u sakrifikun, kur që puna për teatri, se teatri mbante një simbolik, se nuk është puna. Bilesun nuk do llogarit, që si që thot zotëria me parate, me këto, asë nuk i di këto punë, pavarësisht se me këtë punë ju marrë gjithë jetë me investime publike, por do thoya, me teatri nuk është puna se u humë në aq milion. Vika keq që janë humë edhe ato milion, po u humë një memorje e qytetit, një memorje historike, një memorje urbane dhe arkitekturës. Që ky qytet të tregoj që ka qenë qytet edhe me vite, dhe ka nevojë për çfarë, ka nevojë për disa objekte materiale, si që ka nevojë për ministrit, për universitetin, për bankën e Shqipërisë, ka nevojë dhe për teatrin. Këto shkon dhunon një institucion, kultural, po dhe urban në i farë mënyrë, i cili kishte zënë vend memorien në këto kolektive. Kur fare mirë këtë strukturën e re, avangardiste, moderne, mund të këshim po ke bulevardiria, ku e di unë ka rrugë, ka vaj, ku do tjetër dhe do kishin shtu një pasuri i qytetit. Dhe me thënë, kemi historinë, po kemi dhe i strukturë moderne, nuk jam kundërën, që Shqipëria ka kishte nevojë për një teatr të ri, modern, për një strukturë shumë që të paraqitshme, funksionale, drejt shitanë, të gjitha këto kanë vlerë. Po jo me e prishat e pse duhet me prish këtë. I ke bëja të trejnë atje, do i kështë dhënë vlerë edhe një qoshje tjetër Tiranës, se që është puq këtu, nga universiteti dhe i Hotel Tirana, pjesa tjetër është konvikt. Për s'ka kur gjë. Mund të këshim bëjë teatr tjetër atje, si që mund të bëjnë nesër i gjukat tjetër atje, kryojnë ca pjaca që kanë edhe i tharmë kulture, pushteti, institucioni, brënda se koncepti i pjacës kjo është. Nuk është vend kryqëzimi që ka lënë njerëzit. Atje. Këtë se bënë, po unë këtë kam shtyrë dhe jam prej atyre se zotëria di nga ato pak politikanë që rrishin dargët atje për t'i tregu qytetarëve që kjo është një gjë e vlefshme. Këtu nuk diskutohet, a është me populita, a është me qerpiqa, a është me mermer. Nuk gjykohet ka ana strukturale si inxhinier. Kjo ka mbartë vetë vete një gjëmë shumë më të vlefshme, mbartë historinë, të thashë, e artit në Shqipëri, mbartë dhe një pjesë të historisë urbane të qytetit, kryë qytetit. Kjo është, si ku me thënë, me prish ato palate që janë Korçë atje, që janë bë kodë zogut atje, pse se do i lërojnë vend modernizmit. Po modernizm bëhet, po i ke bëjnë Dubai, ka sa duj, bën Afrika, Grada Qela, sa të ke shef. Po atë nuk e gjenë më Korçë. Atë rrugën që është atje nuk e gjenë më Durrësi. Teatri nuk e gjenë më Tirana. Këtë strukturë, kështu të bukur si vapor që e ka bërë ai danezi, kupto, leta mund të bënda ku e dion ma ta në trenit atje, ka sa dush mundësira, tjera do këshim zhvillu qytetit. Kjo është ajo që ta thash më shqetëson mua dhe më merr keq një pjesë qytetarëve, artistëve, nuk ju bashkangjiten me shumë entuziazm kësaj teme. Po pse? Po njerë, dikush për interesa e qikë më të vogla, dikush sepse dhe u politizu, dhe në qofë se ti shkon atje ti qeke më duke ti pëdës, qeke i kësaj, qeke i asaj. Kur në fakt, ajo, si me thënë, gjithë tema, edhe kjo që diskutojmë sot, do të diskutu për te politikës, do të diskutu si qytetarë. Liria e artistit është një mirë publike, e drejtë e artistit për të ngretë zërin dhe kur e egzageron, është prap një vlerë publike. Këtë duhet kuptojmë një pjesë e ambientit
s'po them intelektual se kjo është fjalë e madhe, po atyre që kanë një arsim paktën bim mesatare. Për ta kuptuar se këto janë vlerat e artit që duhet i ruajmë. Tash për të ardhur ke tema specifike. Unë zotin Drenika e kam mik. E kam mik tamam. Dhe është tamam nga ajo plejade artistëve që u bashkuan për të së e kemi pas debutet. Dhe nuk du ta gjykoj, ta paragjykoj për këto muhabete, se bëjmë pjesë në një lloj forme të një linçimi publik në këtu. Se ne fillojmë i vejmë vullin që ky është i këtyre, ky është i atyre. Nesër do i ndodhi një tjetër i deqë. Kështu që ai ka bërë një zgjidhje të vetën personale, mund të ketë raport në vetë, halali që puna e tij. Dikush e bën ndryshe, është nga krau tjetër. Po si do ja bëjmë në kësaj punë? Do vejmë kufi, gardhe mbi artistët, them që kjo lloj gjykimi nuk vlen. Ama për të bërë një gjykim, nuk po them teori, se ky është realizëm. Sot e kupto se kush duhet jetë angazhimi i artistit me një shtet që punët nuk shkojnë mirë. Edhe roli intelektualit. Po pra, intelektualin përgjithësi, po i artistin veçantit. Ta thash, i intelektuali se po marrë, se thash fjalë e madhe kjo ka i herë. Dikush është intelektuali? Ai që prodhon bashkon kulturën me disidencën, me kritikën. Ai është intelektual. Ai që është konform regjimit, asajt mirës, ai është i ditur, po jo intelektual. Nuk e japim këtë spalet, gjykimin tim. Ai është i ditur, ka ditur sa dush. Edhe në Verodja kishte diturit e vetë. Jo vetëm ai që konstaton, po edhe ai që konteston. Ai që reagon ndaj të keqes, kuptoti? Ai që reagon, që ka forcën me reagu. Ku do gjej kritikën? Edhe atje ku punët shkojnë vaj, ka gjithmonë një hapësirë për të pas kritikë. Për të kontestuar. Dhe ta thash në qoftë se intelektualët e bëjnë në mënyrë më të arsyeshme, mënyrë më të lexueshme, po them, mënyrë më artisti e bën në mënyrë më spontane, më të lirë, më ekstravagante, më të dukshme, më të egzagerume. Janë gjithë element artit to. Se ndryshe bota e artit do ishe një biblioteke bëllur aty, ka ato që shkruaj libra e historie. Është përtej kësaj bota e artit. Ka brenda dijen, po ka dhe ndjesin. Kështu që artisti që është artist, me këtë ndjesi e kupton që ky popull sot nuk është fort i lumtur. Mbaroj e punë. Edhe e shpreh. Tash të gjithë e kuptojnë që si jemi fort lumtur. Mi po disa e thonë, disa jo. Këtu filloj me ndajmi të shi në këtë lloj historie. Kjo është analiza që bëj unë nga kjo ignoranca ime në këtë fushë. Ndani ju të njëjtin mendim me zotin Budina që artistët të cilët kanë patur një rol më të madh vendimarrje nuk kanë se kanë shkëlqyer? Shikate, unë po them nuk jam biles edhe për këtë punë që shpesh herë artistët duke i përdor edhe në një farë mënyrë me një lloj bufonate, i hypin sipër me bë kujt ministri kësaj, ministri asaj. Nuk e bëjnë dot. Po të them ty, ç'e bëjnë dot? Biles humbin nga kjo. Humbin si artist, sepse bëhen burokrat e artit. Dhe duke u bë burokrat të artit, fillo vetë kontrollohesh, vetë konformohesh, se do shtetit konformon, qeverisja do firmosh, do bësh, do e mrosh drejtora, do heqësh drejtora. Edhe shpesh herë njerëzit janë ndjen vështirësi. Edhe unë i kam pas aty kolegë, po të them. Kishte artist më të nderuar se anagnosti. Absolutisht, po të them. Jam i sigurt që ishte njeriu në vështirësinë më të madhe për të administruar. Amam, qendrëkombëtare të filmit. Po pra, dakord pra, se po të them. Janë dhe vizionar një kësi. Absolutisht, ka bë shumë, por ditën që u largu, a di si më tha, dash se shpëtova. Mirë, tash i gjithashtu. Jo, desha me të thonë, mirë. Ora ai matet vetën në mundu, po ndjesh ka që keqen pa mundësi për të harxhuar para për artin, sa aq ishin lekë. Po ai që ministri më Mora unë të mora një që kam pas kolege dhe e du fort, po pra ne mora këtë. Nuk është se po... Pozitivisht e zoti Shehi. Ose në atë kohë edhe... Kuptoti e... Në rëshkiti dhe kino studio. Në atë kohë në iku. Kështu që nga kjo pikpamje të thash, shpesh herë artistët kur i hyp, atje një
Bëjnë në gjithë botën. Njerë Brazili bëni ministrë kulturat, kitarristin Sjega, atë që bëndë të samba. Muzikë më të bukur se ka bëjnë botë shka. Ato samba se të fadus, e kupto? Mirë po me gjithat e kur u bë ministrë, ne një 6-7 muaj tha, vje keq thot, se i kam zonë venim duke një tjetëri. Me këtë nuk desha me thonë, që nuk ka njerës. Puna është që botën e artit duhet të administrojnë njerës që e njofin botën e artit. Po nuk e thonë pa tjetër të shi që aji që është artist, pa tjetër duhet jetë një vësish një administrator. Ne kemi kryeministin që një botën e artit dhe po e shkallmon botën e artit. Unë kam frikë që nuk du ti komenti, po unë po them kë ka dhe i loj i nati me këto kolegte vete drejtë shejtane, sepse me ndonë që ky ishte artisti më i mire. Brënda botës artit këtë e konkurojnë. Brënda botës pushtetit nuk e konkurojnë dot. Kështu që ky ndjet më rehat brënda botës pushtetit. Nuk e di, analiza ime. Se aty bëhet arti më i madh. Ajo mund tjetë kjo që thuti jo si batut, po... Jo si batut, është e rrëtimin atë brënda pushtetit, nuk është se punë arti, është që punë... Ja të marrë një mendim nga Zoti Drishti, duke qenë se të gjitha praktikisht i ka parë nga disa kënde. Shiko, nuk e di se pse duhet me nda artistat në vete. Mendoj se mund të bash paralelizmin shumë kollaj, duke i bashku artistat me gazetarët. Shumë ma e thjeshtë. Unë jam i parimit, ose i asaj shkolle, i asaj kohe, që jemi rrit me idenë që artisti dhe gazetari duhet jenë gjithë jetën në opozit, pavarësisht se kush është në pushtet. Dashja e tha pak më parë, edhe nëse është fantastike situata, duhet gjej çaj mungon për mu ba më e mirë. Dakor? Mirë po, hallet e shqiptarit, hallet e artistit janë si gjithë hallet e gjithë shqiptarëve. Dhe për hall artisti i afrohet politikës. Politika po ju afrohet ban pis. Vjen keq se këtu dashin e kena politikan, po unë kam idenë që politika tashma ka kohë që ka mbaru, idealizmi ka vdek në politikë. Unë do t'jem shumë ekstremist, po do të thëmë si që ndjej, letë më gjykoj njerëzit, unë mendoj që na kena vetëm banda që luftojnë kush me marë ca pushtete në fushat të ndryshme, të krejoj, si që funksionojnë çdo lloj bande, çdo lloj mafje, të kapim këto tendra, të kapim këto ndërtimet, të kapim kontrabandin e drogës, se kontraband drogës ka pas edhe në kohë të para 90, kontraband cigaresh ka pas edhe atëherë, ama shteti me atë punë ka bërë. A kupton, se i kanë mënyrë ambieteset. Dhe politika ka për detyrë më marrë me këto gjëra. Kështu që ti po ju afrove politikës do bash pjesë. Politikani më i mirë në Shqipëri, nëse ti i shkon nga mrapa dhe mbështet fjalën e tij, minimalisht do të nxjerrë rëncak. Minimalisht. Do të nxjerrë rëncak. Ajo figura atje, Bertin se gjikojmë në më absolute fare. Na kena gjithë njerëz në për familjet tona, në për shtëpiat tona, në për fare fiset tona, a s'ken ndonjë... Unë s'kam pas në herë person në burg, në shtëpi, në rreth familjar, po një shumë njerëz që kanë pas. E qa, mos shkoj baba me pa të birin në burg, do shkoj, më të shkoj, e ka djalë. Pra varet nga lidhja që kemi personin. Po pa tjetër, more, nuk dhe i bjerë mohit. Po si lexohet gjithë ky reagim dhe Drishti? Për ju? Po sepse artistin e shohin si hyni, nuk është hyni, na jena shumë njerëzor, jena mkatar. Këtu duhet përdore shpreha e keishtit që kush nuk e ka... Kush ka gurin e parë. Të bat kjo dhe maraj mua bet do heshtin gjitha, kupton? Se cili e ka i mëkat. Gjithë prej nësh e kemi nga i mëkat. Po është budallek. Pra, unë kam vetëm këtë bindje. Politika të bën pis. Sepse politika sot për fat keq. Unë shoh sot mbas sa u bën më dash 36 vjet, mas 36 vjetëve, të rikthehet mas komunizmi i keq. Në kohën kur unë kam njoft vet njerëz që shkoshim mbledhje partije në atë kohë dhe i lenin fëmijët për jashta në të ftohtë, pa buk, me bark jashtë dhe zbathur.
Se ishte fukaralleku i kos. Dhe vetë shkote në mbledhje partije. Sot kemi arrit në të njëjtën situatë, më gjithë shkojnë të mbledhjet e partive, shkojnë e rrinë afër politikanëve sepse kanë gjithçka të lidhur me politikën. Ma thuj si mund të jetosh sot në Shqipëri i pa lidhur me politikën. Njërin prej biznesmenëve. Ty fillu te pronari juaj, po unë i përmend emrat se s'm vjen zor për kërkuj, te Çet Kastrati, te Samir Mane, e te biznesmeni më i vogël, pa u lidhur me politikën, si mbjeton. Ma thuj ti si mbjeton një media në Shqipëri, nëse nuk është e lidhur me politikën. I kur dihet publikisht që gjitha reklamat shkojnë me urdhër politik. Ti qoj ati, ti qoj ati, ti qoj ati. A ka ndalë këtu që rodhen dokumente si pun Wikileaksit, ku na dolen cili gazetar pakuej sa dhe nga kush? Pa të lutem shumë. Po pe gazetar të pasur, E ka thënë... e ka thani Indro Montanelli. Edhe artist pasur, artisti mundet me kriju. Jo për t'i paragjykuar, se... Rase që mund t'jeti pasur edhe s'mund paragjykuar. Jo. Gazetar, një artisti mund bëhet i pasur. Sepse një artisti mirë bën një koncert e merr 15.000 euro. Po pa tjetër mërë. Palavas e një tjetër bëhet i pasur. E po, s'kena që bajmë tash. Dëgjoj, ushqimi më i mirë thonë është havjar, ja shumë i shtrejt, po njerëzit blejnë domate për ditë o dash, nuk blejnë havjar. Na kena Emonela Jahun sopranon më të mirë, 4.000 like merë. Fut një prej këtyre Tallavas i ke me nga 100.000. Po kjo do të thotë se me qa ushqehet publiku, më vla. Me qa ushqehet kë popull. Qa hak kë popull. Ja të bëjmë zonë Jusufi se ka edhe artë cilësor. Unë jam e iden, e them shpesh edhe rëndon faktin që arti është politikë. Ju besoj që nuk ju ka bërë aq të pasur sa zoti Drishti politika. Arti. Unë mendoj në tërësi edhe për shoqërinë që do të ndajë artin me politikën është o keq kuptim, o pa dituri, ose pa dëshirë për të aktivizuar. Ku ka më idealista sot? Dhe mendoj që arti dhe politika janë komplementare të njëra tjetrës. Domethënë, një artist i cili e shikon artin e tij dhe në të mirën publike, se arti nuk është do tërsi një estetikë thatë, mendoj. Sot do të jesh patjetër të raport me shoqërinë, dhe shoqëria ka shumë elemente social, shoqëror, politik, dhe fundit arti është një pjesë përbërëse. Është edhe ajo që tha Dashamir Shej, pra në një farë mënyrë është edhe avantgard, pararoj. Por tu lidhur pak edhe me bisedën, mendoj që teatri kombëtar ishte ajo, thonë si Kadereja, kështjella e fundit e rezistencës që bëri shoqëria shqiptare. Çfarë mësuam nga ajo? Po mësuam që ne jemi të nështruar dhe mendoj që këtu pati goditjen ja dha politika, majtas dhe djathtas, dhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Unë mendoj që të dyja u bën pjesë, edhe LSI-ja në atë kohë, për arsye të tyre, domethënë që lidhe me marrëveshjet e tyre, që kanë lidhje në radhë parë me kodin zgjedhor e tjera me radhë. Pra nuk ishte më çështja e teatrit, po teatri ishte molla e sherrit për të ndarë disa pjesë të tortës, domethënë, dhe pa e kuptuar dhe artistët rand, si thua, viktime kësaj situate, duke dashur të mbrojnë atë grinën e fundit që ishte padyshimi simbolik, që ishte një kujtesë, sepse unë kam qenë edhe shumë, edhe të djathtë në kohë, kemi qenë kundër dhe shëmjes së piramidës, kur donin ta ktheni një parlament. Po ashtu kemi qenë dhe kundra shëmjes. Kundër shëmjes piramidës. Jo kundër shëmjes. Me kthyn parlamenti ishte kryevepër, po. Ishte me ide me shumë për me bërë. Kundër stadiumit, prap. Sepse siç dje ka qenë Tirana e vjetër dhe Tirana e re, duhet të bëj një poljeri, nuk është askush nuk është kundër, domethënë një teatri të ri vjen nga 100 teatro. Pra godina u shumë teatri vazhdon. Pra, unë mendoj që duhet të ishim, domethënë, një politike cila i shërben realisht popullit dhe jo mafjes së ndërtimit apo mafjes së politikës vet, krijon një vizion që është më raskapitës, më i lodhshëm, por që është më i shëndetshëm qoftë për Tiranën, po qoftë dhe për kombin, duke ndërtuar institucione të reja. Pra, Tirana duhet kishte 4-5 teatro të reja, në pole të reja, domethënë, sepse çdo gjë është përqendruar në qendër, dhe ky është
Nuk është thjesht një gabim, është një aksident me dashje që ka bërë politika në vite. Do ndalem me tek ajo, po te debati i fundit, për leximin e debatit fundit, i nderuar dhe pastaj do ta kanalizojmë bisedën edhe. Mendon për debatin e Jo, dua thjesht të lexoj pse njerëzit sot është sebebi për të na blerë. Po sa i thon vetëm të japim ushqim rrjeteve sociale. Sa i thon të japim ushqim rrjeteve sociale. Vetë qëndrim për këtë gjë që po themi këtu. Po si është e mundur që, domethënë, për ta lexuar të gjithë këtë, pse si është i mundur gjithë ky kryqëzim që i bëhet një artist i madh? Çfarë i ka shkaktuar njerëzve që shkojnë deri në këtë? Po sepse prapë është si shkak pasojë e mënyrës si politika ka reflektuar në tërësi për gjygje të tilla, domethënë, për gjygje që i bën njëri tjetrit dhe që shkon. Shikoni, ne kemi një vertikalitet të fortë të politikës e cila shkarkohet në gjithë fushat e shoqërisë. Dhe padyshim që dhe arti bën pjesë në këtë. Dhe kjo ndarja që bëjnë këta teatrin, që bëjnë sikur ca janë kundër dhe ca janë pro, është një teatr i cili në fakt ne shohim kundër e pro se kena ndaj me ditë të tona në protestë. Nuk bëjmë sikur, a kupton? Po un kam ne dhon protestë, po s'ka lidhje kjo me ty. S'ka lidhje me ty, kjo ka lidhje për te, që e kanë shit kauzën. Gjithë kemi qenë në këtë. Por ne duhet ta shohim një çik çështjen më thellë se sa një kontributi personal, se nuk kemi për me diskutu, domethënë sa afër kemi qenë një kauze ose unë mendoj që kemi qenë gjithë përdorur në një farë mënyrë, edhe ju edhe ne të gjithë. Ke teatri kemi qenë përdorur. Nuk e i përdorur, valla. Patjetër. Të brosh një vlerë nuk e i përdorur. Ishte një marrëveshje shëmtuar. Ajo ka qenë bindje e mirëfillt idealistësh që kanë mbrojtë ata. Me një lloj naiviteti, Kjo nuk e mbroj për herë të parë, kam mbrojt diplomën atë skenë, mos i mos ta mbroja. Po më mirë tash. Unë kam mbrojt diplomën atë skenë. Po e vërtet, Mund të bëj një ta përmendoj zoti Sufi dhe më njëherë tek ju. Çfarë ishte në aty ku ti folur? Po thoja që nëse do flasim për rastin konkret të një takimi që është bërë në gjykat, ka një artist i cili unë mendoj që nuk ka asnjë interes sot ai se do bëhet nesër ministër apo sekretar partie. Apo, do të thënë, ai është një moment emocional që ne nuk kemi pse ta marrim tash në konsiderat. Por ne duhet flasim për disa fenomene të tjera që lidhen me takimin kur ka politika me artin, politika me kulturën, politika me artistin. A mund të rezistojë arti le të themi tundimin nga ana e politikës? Patjetër që po, patjetër që mund të rezistojë, as diskutohet, edhe ka nuanca të mira, por pushtetet e tij zgjatura, siç është ky pa merituar i Edi Ramës, patjetër që edhe një pjesë të madhe të artistëve i kanë bërë o të heshtin, o të zbythen, ose të bënë në një farë mënyrë pjesë e gjës, sepse fundit një vend i vogël i cili dihet sa janë buxhetet që lidhen me artin me kulturën, sa është GDP-ja që shkon ke arti te kultura. Të them një gjë unë ty, domethënë, ne sot të gjithë buxhetin e artin dhe kulturën e kemi më pak se Maqedonia dhe sa Kosova. Tash krahasoje ti pastaj me Italinë, me Gjermaninë e tjera me radhë. Do bëja një nënvizim të thjeshtë, unë e kapa pak me vrull, jo pa qëllim me thënë drejtën, do edhe flisja për ca shifra, që faktikisht mund të kishte folur profesor Dashi, sepse ato që tha profesor Dashi, ne i kemi thënë në sheshin e teatrit kombëtar për rreth, po ti mbledhësh 2 vjet, 1 vit e ca netën për ditë, domethënë 360 ditë, thuheshin të njëjtat gjëra, vlerat që kishte, lidhjet e artit me politikës, opozitarizmi, atëherë. Definicioni përfundimtar i artistit në lidhje me qëndrimin e tij moral mbi shoqërinë ka bërë Nietzsche. Deri para Nietzsches, artisti kishte drejt edhe të shkonte me mbretin dhe të shkonte kundër mbretit, nuk e gjykonte njëri. Nietzsche puqi njeriu me artistin, që nëse duhet të jesh artist i mirë, duhet të jesh dhe një qytetar i mirë. Ai bëri definicionin dhe mbas asaj u kryi, pra është një model modern, duke mos i ditur këto gjëra, ne fillojmë mendojmë se artisti në mënyrë aliene vjen këtu dhe duhet të jetë patjetër i moralshëm, patjetër ku diun se çfarë. Por nuk duhet harrojmë gjë. Çdo veprim joni është publik. E lexojnë tjerët dhe si e lexoni ju, e lexojnë dhe disa tjerë në mënyrë subjektive dhe kanë qëndrimet e tyre morale, sepse gjithsecili në mënyrën e vet mendon se ky realitet nuk është ai i duri. Prandaj dhe reagojnë me atë formë. Ndërsa për çështjen e artistit shqiptar, siç e gjykoj unë, që nuk është postulat, por deri diku për mua është, në kohën e partisë së punës kanë qenë të tërë konformistë.
dhe nuk ka guxuar absolutisht asnjëri dhe e dinin shumë mirë që po i shërbenin asaj propagande. Kam një për ta kuptuar, në një nga takimet tona në Teatrin Kombëtar ka ardhur zoti Lubonja, Fatos Lubonja, kishim vëmë Vaçezelën, ore shumë mirë tha që ju e vini. Pa imagjinom dot se ç'më bënte mua zëri Vaçezelës kur isha në Spaç. Më duke si Çekiç që nuk fliste fare për politik, po vetëm fakti që përdore nga politika dhe propaganda asaj kohe, ati i shkaktonte një dëm emocional të padiskutueshëm. Mos flasim pastaj për veprat që janë vënë atë kohë, për artistët që janë futur në burg, se si janë ekse bërë. Mos të them edhe një tjetër të profesorit tim të dashur Vangjush Furxhi që u dënuan të tërë dhe ai nuk u dënua dhe nuk luajti më që nga ajo ditë, sepse priste ditën kur do futej në burg. Konformistët? Konformistët, sepse ata asnjëherë nuk dolën kundër në kohën e Partisë Punës flas, sepse në momentin tjetër, kur filloi lëvizja, faktikisht filloi ke artet dhe në kinostudio. Po konformistët në demokraci, se këtë diktaturës po i mirë kuptojnë për shkak të dhunës së sistemit. Këtë pastaj, atëre, po ta thjeshtoj fare. Ne artistët kemi shumë vite, që nga vitet 1990, që flisnin për statusin e artistit. Si njëra palë dhe pala tjetër. E kemi pasur zotin Shej deputet, nuk e di është diskutu në erë, madje unë di dhe Gojdhana që me demek kryeministri kohë se dinte që do bëj, por nuk u bë, se pastaj e harroj se s'u bëj gjë. Do me thënë, dhe sot këta artist, pse janë konformist, sepse duhet të shkojnë të marrin pensionin special aty ke veni. A kupton? Se s'ka mënyrë tjetër mbi atë. Dhe ai pensioni speciali bën të heshin, ose dikush smuret, i jep me firmën e tij kryeministri X lek, shumë mirë. Ja shumë mirë bën edhe duhet t'ja bëj për gjithë, jo pa diferencime. Po përse duhet t'ja dim për nder? Shpëtoj një jetë. Është atje, janë paratë tua dhe të mia, mori një vendim. Para 90 regjizori dete 50 vjeç në pension. Nëse ne do kishim pasur statusin e artistit, që artistët nuk kanë qenë të zotët, ta marrin këtë status dhe janë sot rrugëve dhe t'i gjykon kështu. Çfarë kushtesh kanë zotrinj të artistë në teatrin e Turbinës aktualisht? Janë të lumtur, janë të kënaqur, kur vetëm për të marrë vesh fjala duhet të harxojnë 2 fishin energjisë që harxhonin në Teatrin Kombëtar, a thanë që do ta bëjmë për 3 vjet Teatrin Kombëtar, sa vite kanë kaluar, sa herë kanë pasur probleme për të shmangur të gjitha krizat politike, qoftë në kur teatri ishte në këmbë dhe qoftë kur teatri s'ishte në këmbë, shkonin ke teatri për të thënë që ne do bëjmë këtë. Pra teatrin e kanë përdorur në mënyrën më kriminale të mundshme për çështjen e impaktit publik. Nëse unë të bëra loj shifrash, ta bëra që shqiptarët ta kenë ke goja. Ja, shumë mirë bët që i sollet ta kenë ke goja dhe ta kuptojnë se çfarë dëmi është kryer. Dhe nuk është fare e vërtet që u luftua për t'i bërë kushtet artistëve, nuk është e vërtet. U përdor çështja e artit për interesat të caktuara. Dhe i dashur Andrea, neve i kemi rrëdzuar atyre me këtë protestën që ju thoni që humbi, nuk humbi fare, sepse ishin 12 kulla. Dhe duhet dish dhe një gjë, atje ke protesta e teatrit, vinin dokumenta nga ministri, paf, na vinin edhe, se ka dhe njerëz të ndershëm atje. Ishin 12 kulla për të bërë. Si rezultati i protestës, u dua ligji, u qua ligji në Bruxelles, u kthye ligji, ndruan këta, ndruan një ligj tjetër, kemi qenë me zotin Shej ne atje ke parlamenti kur u mblodhëm, nxorën ligj tjetër dhe pastaj Europa tha, po shikoj se mund të jetë i çik mirë ky ligji. Pra ne i kemi ndaluar ata. Nuk i di shifrat, por ne kemi ndaluar afera të tmerrshme në Teatrin Kombëtar. Dhe e fundit, ka shumë artistë që thonë rëndësi ka perimetri. Do t'i lutesh këtyre artistëve që mbështetën ndërtimin e Teatrit Kombëtar, kur të mbaroj të shkojnë dhe ta masin, sa metra, sa ishte gjurma, sa i morën, se kjo ishte historia atëre, e kupton? Shkomat sot kopshti zoologjik, se thanen... E hoqëm trashëgimi. Unë jam shpjegova konceptet e trashëgimisë, Stefan Bern, se tani më kujtua Stefan Bern, ky është Stefan Bern, mund ta shohin, është po themi kryeministri i Francës për çështjen e trashëgimisë, dhe ky po botonte një libër kur ne lobuan për Europa Nostrën, edhe thot për Teatrin Kombëtar.
ka urgjencë, duhet ta shpëtojmë dhe këtë ka thënë në tetor të vitit 2019. Një figurë, siç bëni ju emisionin, bëm 2 emisione, bëmte, se tani nuk e di, 2 emisione në televizionin më të rëndësishëm francez. E kuptoj nga fundi i botës sepse e di çfarë është trashëgimia. Në momentin që ti shon trashëgimin, nuk mund të lësh një tull, sepse ti ke hequr kujtesën fizike dhe gjithë energjinë e atyre njerëzve që kanë aty brenda. Ky është muhabeti. Një element që duhet të flasim për fenomenet. Ndoshta politika ka shfrytzuar edhe faktin që artistët në tërësi, domethënë përgjatë realizmit socialist dhe diktaturës, nuk kanë bërë një mea culpa me aktivitetin e tyre artistik. Sepse po të krahasojmë Qazim Ulletin e kohës, domethënë që ka qenë një burr par excellence dhe i sjell nga regjimi për arsye domethënë thellësisht politike në letërsi dhe pasaj në teatër e tjera me radhë, televizion, atëherë gjitha këto, si thuash, politika me malinjitetin e saj e ka kuptuar që artistët derisa nuk kanë krijuar, si thuash, një antikorp të tyre, një mea culpa të tyre, një analizë vërtet, jo një kam faje, s'kam faje, se kjo është pastaj hyn në një lloj logjike bardezi që na çon prap në kohë. Kjo ndoshta do ishte diçka e cila do krijonte një lloj shkarkimi. Duhet ta bëjnë sot? Unë mendoj e vonuar dhe te kaluar tashmë. Foto, te kaluar tashmë. Kjo, domethënë, çdo aksion ka kohën e vet. Pra është vonë për mea culpa. Absolutisht, po thjesht po diskutojmë si analizë momentale. Po këtu s'kan bë mea culpa, ato që ishin pushtete, pse ta bëjnë artistë. Po mirë, ne marrim si punojnë sigurim sekretar të partisë, ato që ishin pushtete reale. A thamë ne që artistët janë pak më të lehshëm apo më të lehshëm, po në atë kohë ndjeshmëria do të fusën më burr. Nëse më diskutim që duhet ta bëjmë. Shumica po të kujtoj edhe fatos të bojë Vaçezelën dhe ka gjë që fundit edhe ajo kohë ka disa plagë të rëndësishme që artistët të cilët duhet ta merrnin në konsiderat. Po në çdo kohë. Mos ta lëni edhe kështu si një gjë fakultative që ishte koha dhe e bëm. Se edhe kjo është një problem që politika e shfrytëzon. I kap edhe përveshje pastaj. Artistët janë njerëz. Po pra, po njerëz. Nuk janë hyjni. Nuk janë, kuptoni. Brenda një kohë caktuar, brenda një bote, brenda mentalitetit vetëm, se ka njerëz që kanë besuar që bëjnë për mirë. Prandaj, vjen një kohë që reflektojnë, kthehen mbrapsht, e gjykojnë ndryshe kohën që ka shku, se kjo është edhe më kohë. Ore Pol Eluari, që ishte liriku më i madh i Francës mas lufte, bëni një vjersh kur po pushkatojshin komunistët çek, komunistët njëri tjetrin. Edhe ato shkreti kur i thanë gjykat 47, i thanë që kërkoni? Kërkojmë drejtësi, asnjë gjë. Biles disa prej atyre thanë kërkojmë mëshirë. Edhe Pol Eluari, që i knote dashnisë e drejtësh i tanë, tha çfarë kërkojnë këto njerëz? Ishte me Stalinin Pol Eluari në atë kohë. Çfarë kërkojnë? Tha, këto kërkojnë drejtësi, tha. Kur me mira shok proletar, dhe janë pushkatu, janë vraje, kampeve, drejtësitare, bëni një poezi për. Kur vdiq, ka 70, i thanë, gjithë këtë jetë lavdishme, që ke pas gjithë këtë muzikë, bukur, që ke shkruajtur muzikë në sens në poezisë. Poezisë, po. Adje, qërë, kene i vjetor për ca gjona, për atë e vjeshën, që kanë bëhë për ato. Po ka që kjo është mea culpa. Mea culpa kjo, sepse ka shumë është edhe një element tjetër. Kjo është në zotri, po nuk e kanë bërë këtu artistët a shikot. Në këtë botë, janë zgryer atërë, zgryer edhe sot a shikot. Arti e ka perceptu në një mënyrë caktuar në atë kohë, në këtë kohë, unë them sot që jemi liri, se fatkeqësia të Pol Eluarit sa i ka shkruajtur liri të dyja vjershat, edhe atë për të mirë, edhe për të keq. Sot që jemi më liri, unë uroj që bota e artit t'i ketë thy ca frykat mbrendshme që ka. Dhe t'i rri sa më larg politikës. Lloj raporti që ka pas me pushtetin. Kjo është e gjitha. A është e favorshme shpeshherë? Jo. Sa ato që thamë për artin Shqipni janë 2 burime shumë të vogla. Njerë burimi bugjetor shtetënor që duhet është më i vogël se ishte në kohë të Enverit, se në kohë të Enverit ishte propagandë, çdo rreth i vogël i kishte ka qendër kulture drejt. Atje është më i vogël. Një, këti burimi shtetëror që mungon, po mungon dhe i burim tjetër. Burimi shoqëror, nuk është se jemi në një popull që du martin e që argjojmë.
Unë mendoj që nuk shkon kjo. Pa pra, zotnia fol për teatrin, prit. Nuk shkon, nuk e popull që s'do. Jo, sa e ushqen, shpun ushqimi kulturor. Ore, ja, ke teatri, po them, ke dera teatrit janë 200 veta që janë të pi birë. Birra bo 5.000 lek, 5.000 lek bo bileta teatri, se dikë. Edhe unë kam shku teatr vazhdimisht edhe zotnia e di. Mund t'jem nga ato pak njerës publikat që i shkojnë atje. Ato pra, nuk e kemi shumë me kulturë. Po se kemi pra këtë punë, të shqyqërët, do themi këtë. Jagu është një kinema ka Tirana, Mileniumin. Shumë i se bosh, e ke bosh. Se me qenë, po t'kishe pas nevoj për kinema të ishin dërtu, si biznes janë 5 lejë. Si ko mendoj është platforma kulturore, është për te. Pra ne desha me thëmë. E kanë rrudhur në këtë pikë dhe pikë, e kanë rrudhur me gjitha. Po të them, na mungojnë të dyja burimet. Paret e privatit si interes ndaj artit, dhe paret publike si mbështetje ndaj artit. Të dyja të mërë. Pra ndaj arti shqiptar në i farë mënyrë, është i varfër, duke qenë i varfër, artisti, se gjithë janë prej qeliku. Ca janë tel bakri e rrotullosi. Po jo më qdo politikan ka bërë rrëthin e vetë të artistave rrëth e rotull, ka i grup që e pagun mirë, për t'i ba publicitet, propagandë. Pse është e rëndësishme me akulpa, sepse... Për si një element, Zërbudina, është edhe fakti se shumë nga shqiptarët ka në mëndje artistët e atyre 20 e sa viteve, nuk ka në mëndje për shumë artistët ose kontributin e tyre në 30 e sa vite demokraci. Pra, mbase është propaganda jo kohë që është si që kanore edhe sot. Propaganda ka qënë për të ndjekur këtë linjë, pra, praktikisht. E di si ka qënë atëra? Të binin me qekic në kokë e theshin shok punëtor, pse të meren mënd? Kupton? Kështu ka qënë arti asaj kohë. Dhe këte ka thënë një personazh që s'du ti përmend emrin, po pse është e rëndësishme për mendimin tim mea culpa. Si shta zoti Sheu për Pol Eluarin, ka qenë Luigi Pirandello që mbështeste Mussolini në Itali. Dhe ishte i pari që doli në periudhën që ai krijoi atë idenë e Italisë madhe, Italisë konservatore, mbështeti kundër Seçari, ishte kundër degenerimit të vlerave të mëdha morale, e besoi atë Mussolinin dhe doli shumë shpejt kundër ti. Pra e bëri me akulfan e vetë. Dhe ne nuk mund të relativizojmë të themi që se nuk e bën. Jo, e bën. Nëse do duan që të kenë një raport, dhe se unë nuk e kuptoj një artist që ku di unë shkon luan Shakespeare-in shken, kur ai Shakespeare thot po të njëjtat gjëra që ky ka bërë në jetën e vet, domethënë, a kupton? Dhe të gjithë artistët e mëdhenj që kanë marrë sot thash në kohët moderne që mbas Nietzsches, edhe kur dalin në për festivalet e mëdha të kinemas, e puqin këtë figurën e tyre të paktën për çështje të caktuara gjeopolitike të mëdha, e puqin qëndrimin e tyre moral me qëndrimin që mbajnë edhe në art. Dhe madje sot për artin e vërtet, për atë artin që mbështetet nga para publike, arti i vërtet nuk ka kuptim pa artistin. Nëse nuk është artisti prapa dhe të shohim eksperiencën e tij njerëzore, se sa i ka shërbyer ky një çështje qytetare dhe politike, dhe se sa arti i tij ka shërbyer. Në të gjithë festivalet e mëdha, kjo është numër 1. Dhe madje edhe në letërsi, nuk e di për edhe zoti Katarë që se mori për shumë arsye atë Nobelin e famshëm, pavarësisht se nuk është një etalon për mendimin tim sot Nobeli, absolutisht fare. Nobelin e ka lënë lexuesit për sigurisht. Dhe aty kërkojnë një figurë, po themi, kërkojnë një penjim, një figurë dinjitoze që është me artin e tij nuk është hipokrit në mënyrën se si shkruan dhe me qëndrimin e tij qytetar. Ky është artisti i ditëve të sotme dhe për të bërë një dallim të madh fare, nuk bëhet arti me parate privatëve, arti që duhet të jetë kritik. Prandaj bëhet me parat publike, sepse me parat private ti nuk mund të bësh asnjë lloj arti kritik dhe që të nxjerrësh në pa. Asa artas media, mor, si shkojnë, si ndajnë parat, pastaj parat e publikut.
Po të ndaj dhe një gjë tjetër. Qofse ti rrinë në treg edhe me paret e privat me bandë. Ja si bëhet. Gjithë lekët e parave publike... Edhe privati I jep me urdhër politik. Po një sekund. Lekët e parave publike bën me komisione, zoti shehu. Mblidhen 10 veta në komision dhe vendosin për vlerat që ka I qoftë për teatrin, qoftë për kineman, nuk e di si ndodh me pikturën. Në thelbi njëjtë komisione. Atëherë, po të flas për kineman, po ta thjeshtoj fare. Ne që të marrim që të përfundojmë një film, duhet të marrim nga Shqipëria 20 deri në 30, ajë të 40% të buxhetit. Gjithë pjesën tjetër, ne shkojmë në Evropë, edhe aplikojmë atje. Edhe atje nuk janë shqiptarët që a kupton dajnë ata. Flasim për Europën pastaj. Flasim për komisionet tona që Mirë, sepse kinemaja ka thyer këtë barierë si rezultati I atij ligjit që tha që e bëri zoti Atanagnosti, në atë kohë kanë kaluar jashtë dhe funksionojnë në formën evropiane. Edhe palët e interesit funksionojnë në mënyrë shqiptare, por nuk bëhet arti me parat publike. Zoti Sufi, çfarë kosto ka idealizmi I artistit në këtë rast? Po kemi tash patronazhist në art, olla, siç janë patronazhistët në zgjedhje. Çfarë thumë burr, se unë ta thash edhe në fillim, në Shqipëri shtetet e tej zgjatura qelben sepse është një vend I vogël, një vend ku njerëzit domethënë kanë ato lidhjet me njerëz dhe në këtë rast domethënë edhe ky pushtet ka kriju siç kastën e vet artistëve, kastet e veta, patronazhistët e ri, për shembull se përmendi Macronin, ka një shprehje zoti Shej thotë Fosjan thotë fotografi mature që përmendi Macronin, domethënë edhe sot ke një strukturë të Macronit, siç është këtu një strukturë e cila në bashkëpunim me pushtetin ka filluar dhe mban këto avangardat në thojza. Po iku ky pushtet, ikën edhe ajo. Pra, problemi jonë është që ne gjithmonë nuk kemi krijuar disa platforma afatgjata dhe të projekte afatgjata. Fritz, ti e the, po iku ky, ikën këto. Po mund vija I tjetëri dhe bën të njëjtën punë. Po mirë pra. Edhe I vetë njëjtët njerëz e vazhdon të njëjtën sepse këto njerëz I janë në situatë se vjen edhe shpoj njëjta gjë, dakor? Po kush mësu mushit. Dorsa unë po them zgjedhja, që s'ka zgjedhje kjo punë, se kjo varet nga emancipimi I shoqërisë, kuptohet. Zgjedhja është një proces, që po them. Që në qoftë se parat publike, sot për shembull, ne kemi dhënë për kineman paka shumë, se di do t'ja rrotullohet as ke 1 milion euro nuk shkon. Ditën që do japësh 3, do ketë vend për të bërë, jo 2 filma sa që bëhen tash, po më u bë 6-7. Dhe duke u bë 6-7, si çdo sasi që prodhon një cilësi, do dalë edhe një I mirë edhe 2. Patjetër. Duke u bë 6-7, do dalë edhe janë 2 që janë kritik me qeverinë. A kuptote jo, se nuk mund t'ja japin gjithë asaj patronazhistit. Atje. E njëjta gjë për teatrin, e njëjta gjë për muzikën, e njëjta gjë. Unë them që ka ardhur dita që Shqipëria jo nuk është më kaq e varfër, sa që ti shkeli me këmbë artistët. S'është e varfër. Nuk është e varfër. Po shkojmë shifri se sa është çështje prioritete ku I çojnë dhe nuk I çojnë art dhe kulturë. Buxhetet e festivale me 3 të shës është me të marrë vaje, janë që sharake. Tre fishu. Janë që sharake. Bëhet festivali fëmijëve tash në qershor, është që sharak buxheti, nuk kanë lek me çu 40 këngë, po do çojnë 30 sepse do na vinë ata do I bëjmë me hotel 3 ditë, bëhet fjalë për me majt kalamaj për 3 ditë. Dhe 2 ajeri Terezi. Flasin. Di gjë sa janë tarifat, më fal mbas ta prefta miku fjalën. Tekst e muzikë sa merr një kompozitor, një shkrues teksti. Po 150.000 lekë vjetra mu. Po, unë bines për këtë muzikë. O turpi botës, po e jeri Terezi. Në kena buxhete për të qarë në fakt. Për të qarë se... Korupcioni me miliona po ndodhë. Po mos jetë kjo korupcioni, hajde dhe. Po milionat, miliarda po shduken. Indjeri Aleksandr Lalo, që e kisha mik, për qarë thana, që kupto, po e mik të manë. Edhe ka thënë një 2 batuta që për punë e artit. Njëre para I them, po merresh me një gjë, Sandër, thë, jo, dash, po pse s'merresh? Po shiko, thë, muzika, thë, si puna frutave, thë. Hajt mas buke. Një ky popull do buke. Gjë në tje, pasaj që. Kjo është... Duhet me një në vizim se... E para. Doli në pension. I thash, sa të kara pension me letonë? Tham karaj 167.000 lekë, vjetër kuptohet. Tha kam bëj 167 orë muzikë, se muzikë film ashtë.
Mbi 1.000 lek për 1 orë muzikë, që do më thonë, që për qeshët është, një kompozitor që ka bëha, ajo ishe batut. Shumë paket, jo, është batut që fletë shumë. Prandaj, du në shtu parat publike për artin një, do bë dhe i gjë tjetër, se nuk mjaftojnë thjesht parat. Do zgjeru, si më thëmë, perimetri kultural. Bashkësia e kulturës, e cila bëhet edhe na për shkolla, fillojnë edukojnë. Kurikulat. Që fëmijët ta duan artin. Jenë të interesuar për artin. Se këto janë klientët e nesërm të artistit. Këto janë konsumatorët që do paguajnë biletën e kinemat, biletën e teatrit, biletën e koncertit. Atje, këto janë ato. Dhe në qofë se ne e lejmë këtu ku është, ma atje sigurisht që do vidu ku rrusë është rrudhë dhe popullësia. Aji krijon një problem edhe më thellë. Jo, e vetëmja gjë shumë e thjeshtë, jam dakord, por gjykohet në mënyrë shumë empirike. Pse? Për punën e sigurisht që artistët nuk kanë asnjë vlerësim, kjo është e padiskutueshme dhe nuk kanë arritur dot kur të lobojnë, të shkojnë te politika dhe të kërkojnë drejtat e tyre, se e kishin dorë me ca vota, ja kishin dhënë statusin e artistit, ja kishin ndruar dhe edhe mirëqenien e tyre pa diskutim fare. Ndërsa për ndjekjen do të bëj një vëzhgim shumë të thjeshtë. Për artin e angazhuar është shumë e vështirë. Është tmerrsisht e vështirë dhe nuk vjen njëri. Absolutisht jo. Por ne që merrem me këtë punë dim shumë mirë që nuk presim të na vinë ata. Ne duhet të shkojmë, sepse ky kalon për te artit dhe shkon në mision. Unë kisha një film që në kinema bëri, ku diun, 700 veta, dola vetë me filmin në dorë, shkova te shkolla, si thot zoti Shehi, shkova, takova, e ktheva në diskutime etj. U bëm 5.000 veta dhe kur shkova këtë distributorin në Gjermani që i thash unë kam bërë 5.000 veta, a i tha këto shifra, kaq të mëdhaja, për një film të angazhuar, nuk i kemi në Gjermani. Pas ka qenë sukses i madh. Shumë forma ne nuk i dim, sepse ai impakt që ke ti kur shkon direkt e fëmijët dhe i flet për filmin, nesër mua më ka ndodhur që 3-4 fëmijë nga qytete ndryshme më kanë çu skenar, sepse ata ndrojnë, e pan artistin, e tha u boka. Pse su boka? Pra, kjo është për te. Nëse ne do gjykojmë që ne skemi e zbëjmë ku diun se çfarë, sigurisht që gjëra do i themi patjetër, pa diskutim në këtu individi është pastaj bie në festivalin e filmit me qenë se janë bord dhe burr dhe e din situatën. Duhet ta kthejmë në sistem. Me qenë se janë bord dhe e din situatën, ta përmend në festivalin e fëmijëve që bëhet gjithë. Ore si kam ne nuk kemi mbledhur bordit. Nëse pra, nëse ta e shikon zoti Budina si është kur kalon nga tema që për shembull, po njëjta gjë sot do me galerinë e artit. Po njëjta gjë. Domethënë, shtyhet pafund. Po i thën sa 2 breza të paktën nga këta fëmijë. Se sa ba la pallat aty. Po, jo më galeri, po shtyhet. Domethënë, ne këtu kemi gjithmonë këtë sensin që gjërat që shtyhen tek ne kanë një problem se nuk shtyhen kot. Ka diçka brapa pra, pritet me u bën ai gjë se po kështu teatri, po kështu galeria kombëtare, po kështu muzeu historik. Ore, ku do shkojnë këta, domethënë, qytetarë të Shqipërisë, mbar Shqipërisë, edhe gjithë këta të interesuar që vinë ndërkombëtar, domethënë, pra të gjitha këto, domethënë, kanë ndikuar, megjithatë edhe buxhetet kanë ndikuar shumë për ta mpakur, domethënë, gjithë informacionin, performancën, domethënë, të krijimtarive, të artistëve, dhe mbi të gjitha është ajo që tham, që politika e ka përfyti artin. Absolutisht e ka përfyti, politika orienton domethënë të gjithë format e aktiviteteve që ku shkojnë do të thuash. Po mos ndoshta nuk bën pa të. Shkojnë vetëm tek lajket. Se tha zoti Budina sot ta shëmë bëjnë gjithë ditën këto rrugë. E lajket e rrjeteve sociale. Nëse neve do ta shohim të suksesshëm një aktivitet në lajket e rrjeteve sociale, unë nuk them se ajo nuk vlen, por kjo nuk është, si thuash, ajo gjë e më e rëndësishme. Gjë e më e rëndësishme është që shohim, nëse flasim dhe për filmin, kush është filmi autor? Është një film i fundit i Sorrentinos, i cili nuk është për një publik domethënë masiv, por është për një publik që fillon të emancipon pak nga pak shoqërinë, sepse i flet, si thua, për individin, për ekzistencën, për përsiatit që i ka, kur është edhe në majt pushtetit, siç është ai presidenti atje në atë film, domethënë. Pra, në këtë aspekt, këto ngelin si ishuj. Po mirë, pse gjykoni këto lajket e
Nuk i gjykova, unë i mora si është puna. Në një vend ku shteti nuk pagun për artin, nuk jep, nuk investon, njerëzit do shpërthejnë disi, more? Diçka do të bëjnë dhe shqyqyro zot që janë kriju kushtet që se cili, dhe më thonë, unë thash vetëm matet me këtë, po nuk thash se nuk duhet. Po kështu duhet të matet, sepse pjesa tjetër, matet me kesh vlla, këtu kemi 2 televizione publike që marrin nga 5 milion euro prej kryeministrit, njëkohë që televizionet e tjera vetëm paguajnë të ama. 2 televizione publike që marrin nga 5 milion euro. Të tjerët se ekzistojnë, thjesht paguajnë atë tarifen një vjeçare dhe marrin muhabet, Se po vetë kryeministri thotë që do ta mbyll televizionin publik. Apo është kështu, se kryeministri tash i bën edhe rolin e opozitës, flet si opozitar, domethënë, kur ka gjithë to vite në pushtet. Domethënë është gati polici keq që lu vetë kryeministri tash. Kemi pas sa aktorë nëpër trupa që i mësonin gjithë rolet për mëndë. Dhe ishin gati që të lunin se cilin rol. Duke e pa që kështu ka shku situata në Shqipëni, asnjë njeri nuk po kryen rolin e tij, i ka ngel ati që të luaj gjitha rolet, o vlla. Ne, se unë nuk, ju jeni mrejt në zanatit, jo me jo, unë jam plotësisht dakord, po nuk e mrit do të, si me thonë arsyetimi, unë arsyetoj si njeri publik, si njeri ashtu. Dhe unë them, 2 janë rrugët, se nuk shikoj rrugë tjera. Një të shtohen parat publike për këtë fushë, se është shumë e rëndësishme, nuk është luks më bota e artit, bota e kulturës, apo flasim për Europë, këpto. Nuk është luks, do investu si që investohet për shëndetësinë, për banesën, për rrugët, për infrastrukturën. Do investu pare dhe pare të më. E dyta të thash dhe jërë, do zgjeru bashkësia i interesit për artin, e cila fillon nga shkolla, se ku të filloj me pensionistët, do fillu që do investu ke librat në për shkolla, që breziri, edhe kjo pare është, po përveç pareve duhet të tregoj dhe intereset. Por këtë punë, që arti që e ka një gjë rëndësishme, që e ka një gjë që jo thjesht bush atë kohën e lirë, bush shpirtin njerëzor, këtë popull nga shumë, pa është për mazbuke, mërë, dashe të e vetë, është për mazbuke, mërë, është për mazbuke, është për para buke. Dhe mazbuke, mërë, pra ne po të them që shqyqyr zotit buk, po hajmë të shi. Letë hajmë kemi drejt mangrë dhe fruta, mërë burë, se se u bëjë me. A i Rafet Liu se sësh ma, pa tha shumë burë, se kjo ishe, po jemi 20 vjetë për para. Gjithë jetën kështu të rikë i vend. Këpëtoti e, ajo delegojmë artin e Shqipërisë, i grupi njerëzit që ku e diun kanë kap mikrofonin, a dhe ato bëjnë i farë arti si mas mënyrës vetë, po. Atje, unë për këtë punë jam, këtë mund bëjë, se ta thash me zbërthy i vepër, si që thot a i, edhe për atë mund të plasë poezej, ma artin figurative drejt. Ore, po gjithë ministrit, sikur vit për vit, bleshin një 10 milion lek vjetra. Piktura për t'i varë nga për zyra, dhe ishim më dinjitozë zyra për të të. Viti i 4 që Kosova, shteti Kosovar, len koleksion për galerin kombëtare të qindra piktorve të kishin punë, ose bashkit, do të kishin dhe mundësi skulptorve për të mund sheshet, pjacat, me monumente, me drejgjë, me qëtan, si që ka gjithë bota mërbur. Toti, këtu shef kur gjë, këptoti në i farë mënyrë, dhe kjo të regon varfëri kulturali, varfëria kulturali përfaqësohet bëhet varfëri shpirtërore. A i gjithë kjo është i varfër shpirtë është dhe i keqë. Këptoti, s'bët kur njeri për demokracinë, këptoti, a i gjithë s'do të bukurën, që për ti të shi, dojtë mirën, dojtë ata, këptoti. Atje, kështu që unë, këto qykoj si rrugët kërësore, të thash, pasaj, për gjëra specifike, ju sigurisht që jeni më të zotë se unë e dini mirët për unë. Zëjsuve? Po, unë mendoj që i thamë relativisht gjitha. Thjeshtë biseda jonë, ne kemi gjithë kohës një lloj kështu pesimizmi, sa vjen dhe shtohet. Sepse shohim që fundit zëri i artistit, zëri i komuniteteve artistike, nuk dëgjohet nga politika. Politika ka marrë atë skeptrin e pushtetit edhe përdor edhe artin dhe kulturën dhe buxhetin si pas favoreve që ajo kërkon ti, krijoi hapësirës vet, dhe kjo është bërë më e dukshme dhe tashmë është bërë që shkon tek ajo që ta thash, dhe nuk ta thash dhe kot patronazhistët e artit. Po ja vllai kemi fajin vet. Jam tipa grupe folklorike që janë ti kënu këngë politikë se ca figura me të ardhë me vjellë.
Betarët me vjell, vetëm artistët shumën, e vetëm vetëm ai që vjedh votën, ose që merret me votën, janë edhe këta që i krijon një enturazh, domethënë kësaj politike, e cila nuk po shikon realisht shqetësimet që kanë artistët dhe komunitetet artistike. Realisht, se tash gjërat edhe lëvizin kohë, po unë mendoj që shumë i kanë lëviz individët, ajo që tha edhe Berti. Domethënë shumë artistë kanë marrë mbi supe, domethënë me kostot dhe sakrificat e tyre dhe kanë vazhduar punën e tyre me pasion e përkushtim. Po kjo nuk do të thotë që shtetin e ka pas të përkujdesur. Jo, nuk e justifikon. Normal për një artist edhe justifikon se fundit në çdo ditë të punë bëjmë nga pasioni, nuk po presim që vetëm shteti, po themi në vija, domethënë të përgjithshme, në një platformë. Ne shohim ke edhe sot Bienalen e artit në Venecia. Çdo herë që bëhet Bienalja, domethënë nuk ke vazhdimsi. Ai që është sot Bienale, si thosh, kuptimi institucional. Iku një ministër, u mbyll ajo. Kur vjen tjetri, bëhet një rikualifikim. Nuk ke rrjetin e vazhdimsit, siç i ka dhe bota. Institucionet janë qëndrueshme, nuk janë individët, nuk janë memorien e tyre. Y, dhe prandaj bota vazhdon dhe i prezanton mirë, si thuaç, qarqet artistike, vlerat kulturore, kurse ne këtu prezantohemi me njerëzit olla. Ne shkojmë Venecia për turizëm kulturor, nuk shkojmë fakt për një qëndrueshmëri. Ç'a u bë nga një bienale në një bienale? Ka një aktivitet ndërkombëtar në një aktivitet ndërkombëtar, e tjera me radhë e mora këtë me që është hotspot sot. Dhe po them dhe i gjë, në atë që prap i referohen Bertit. Dhe sot Bienalja është një nga aktivitetet më të forta politike. Çfarë? Kanë shkuar shumë artistë, të cilët nuk janë dhe pjesë direkte dhe po bëjnë fakt një aktivitet më të fortë se vetë Bienalja, duke u marrë me çështjet akute që ka sot shoqëria, me ekologjinë, me luftën, me dhunën, me padrejtësinë, dhe të gjitha këto në fakt janë elementë të cilët edhe shoqëria jonë duhet t'i angazhonte. Teatri ishte kulmi, të cilin në fakt u shua për çështje që ne ndoshta i diskutuam. Për mendimin tim teatri nuk është shuar, absolutisht nuk jam dakord me idenë e shëmbjes fizike, sepse qëndresa ju pyetët që parë pse, sepse mbrapa është pasioni dhe artisti, për mendimin tim, ka të fuqi shpirtërore të besoj edhe kur tjerët nuk e shohin. Edhe në fakt, rezistenca që u bën teatr, që zgjati ai zgjati sepse shumë njerëz besuan ke kjo ide. Pavarësisht se pastaj ndërhyn element të tjerë që ishin për tenesh dhe ka të bëjë ajo që thotë Zoti Sheu për mënyrën për formimin që të ke aktualisht në shoqëri. Dhe si e shohin këta njerëz sot artin se si mund ndihmoj. Në botë ka arti ndihmon realisht, ndihmon në shifra, në ato shifrat që përmenda unë. Edhe ai arti angazhuar, edhe sepse nëse ti bën një art suksesshëm, të vjen ai i huaj, vjen xhiron në të gjithë për posë saj është edhe që tha Zoti Shehi, që sa më i pasur shpirtërisht jetë, aq edhe më pak i varfër do të jetë në shoqëri. Po megjithatë, ju thatë që praktikisht mund të shtohen këto gjërat e tjera, mund të ketë më shumë buxhete, mund të ketë më shumë vëmendje. Po ja ndryshuam regjizorin. Domethënë do vi një regjizor i ri. Sjellja dhe qasja do vazhdoj po një lloj apo është një lloj frika është që është një lloj. Frika. Unë nuk e di, me metaforë për punë e politikës, nuk ta kap dot metaforë. Pra, është zgjidhje vetëm ndryshimi regjizorëve apo edhe aktorët duhet të politike ka fjalën politik. E kuptoni shumë mirë zoti Putina. Jo, unë jam shumë i trashë kështu në kuptimin. Jo, nuk. Unë mendoj që janë e njëjta medalje, dy anët e njëjtës medaljes. Gjithë regjizorët janë një lloj thoni, vetëm teknika duhet një qasje e re dhe politike, edhe qasje e re pas edhe në ardhen kulturë. Kjo është proces kultural që po ku të len ti e dita shi, kush të dali i turën të dyja, të treja, të 20 palët sa janë. Prandaj unë thema dhe si isha dakord unë për që ne duhet merrem me njeriu. Jo, absolutisht me njeriu. Ne merrim me sjelljen e shoqërisë ndaj këtyre fenomeneve, jo me njeriu. Çfarë pret për shoqërinë më burr? Ndaj si gjithë tjerë, kush merret me art, është si çdo njeri tjetër. Si çdo elektricist, si çdo hidraulik, si çdo njeri që do të marrë tender. Zotërisht është me reagimet e shoqërisë ndaj këtyre fenomeneve.
reagimet realisht janë për të çuditur. Duket një lloj sheriati digjital për çdo gjë që elektricistit i lidh telet edhe ti merr paret, ose mal fare. Edhe shkrimtari do paret, po duhet shkruaj libër. Pa diskutim. Edhe ai zotëria duhet bëj një pikturë, nuk po them se i refuzon lekët ai. Patjetër. Po kuptohet, duhet me qenë çik më shumë se elektricist. Po edhe duhet ta motivosh atë zotëshi. Pikërisht pra ka po them, edhe motivimi vjen një nga i krah nga gjëja publike, nga i krah tjetër ta thash nga hapësira ta thash e zgjerimit kulturës, i lloj tregu. Pse? Vende janë mëdha, që ka një treg zgjerum. Por artistët sigurisht ky lloj problemi nuk shtrohet. Se ku e di unë 300 milion amerikanë i kanë 3 milion që janë ardashës. Edhe janë të mjaftueshëm këto për ble pikturat, për shku në opera, për ndje koncertin. Atje, sepse është një i treg i pafund, dhe atje nuk është se shofin, ka njerë që s'kanë shku kur në opera, as më teatr. Po në një hapësira që të madhe, të shi Shqipnia jonë 2 milion është. Ore të tha shikë shifë teatrin, në dargë atje, ja ku është zotëria. Atje, qa thote, ik shifë teatrin në përrethe. Atje ke Shkodra jote, kur moshet e i teatrën, qofë se moshet kur jo, Shkodra nga publiku më i mirë, në fakt. Me ka 11 me sallë, me galeri, plot. Ka iniciativa, do më thënë, për ta... A i teatrë sa ishte Rita Gjeka drejtoresh, ishte plot edhe për note për ditë. Për shembull, edhe qytete, po themi si Vjena, ka iniciativa për ta afruar publikun. Iniciativa, për shembull, një nga elementet që sot prapë vuan, në vjetë është kjo karta e studentit, po e marë vetëm thjesht si element diskutimi. Karta studentit, studentët ta nuk e din elementin kulturor që duhet integrohet brenda saj. Çfarë? Domethënë, falas teatri, falas kinemaja, falas teatri operas, falas çdo lloj veprimtarie kulturore. Në vjen falas më falas. Nuk ja zbe fare këtë, sepse edhe në Londër sot muzet e artit i ke falas. Muzet po. Po tashi, a do të japësh iniciativat forta? A do të japësh iniciativat forta duan, do më thënë, një platformë të forte dhe radikale, jo në kuptimin e keq fjalës. Dhe këto pastaj vijnë edhe me forma pastaj edukimi. Po ti kur e le studentin që duhet mendoj, a do marri këtë të autobusit, këtë abonena autobusit, do e marri, qa mund të mendosh pasaj, ti thuash ti një të riu, e ke falas kineman, e ke falas... Pastaj ka dhe diçka, a i ke bësh, as po të hy njeri. A i ty pagu njerë, si në muze, si në galeri, si një... Lej, mor falas të një, se ti po e manë, se po e manë. Me marrë leks po me pesa, lej, mor falas. Është dhe një marketing për artë. U vo një qfaqet teatrale e re, po ti do i mushës gjithë ato reklamat e re. Pa tjetë. Tu hapet i dyqan mode 30 dit ma dirant. Të t'jap edhe një shumë. Bo një shpagje se ke atje. A i po se pa qytetari, po si doli për fare. Di që e kanë me regull në vënde publike, si që është po them edhe aeroporti, në vënde publike, që ti duhet kesh hapësirat e artit dhe të kulturës. Shko në aeroport të Romës dhe ke 5 vendet më të rëndësishme që ka Roma në atë periud. Do me thënë, këto janë iniciativa, edhe kjo është ajo platforma, nuk po flasim në një gjë. Njeri u lufton me qa ka, unë i televizion që kam të 11 vjet, e din gjithë kolegët e mi që reklamat përsa i përket artit, teatr, të unë janë falas, pa limit, kur të donë, si të donë, mjafton të asjelin, mos më kërkoj që shkoj t'ja gjeroj, se do është të s'ka mundësi, mjaftoj të asjelin, dhe i kanë falas gjdo reklam që është për artit. Ka që ka mundësi dhe bo? Modesti juaj, që është shkonë për te edhe për... Do më thënë, po normal ba dhe për libra. Dhe mungon këj vullnet, sepse politika e afron çdo gjë rreth vetes, edhe kjo është çështja, nëse ka vullnet mirë, ka forma dhe mënyra nga më thjeshtat për të shkuar. Nga më afat shkurtra deri tek më afat gjata. Tani për të dalë e fundit, për mendimin tim që arritëm në krizën e teatrit, ne nuk erdhëm fare rasisht, erdhëm sepse artistët që në mesin e viteve 90, në fillim viteve 2000, nuk arritëm dot, flisnin për ligjin e teatrit, nuk e bën kurrë, ishte një anagnosti që me gjithë Jo dhe gjila se ka qenë disa deputet. Petrit Beci, Gjevdet Ferri. Gjevdet Ferri, pa ki pas Qim Gjepen, ki pas Mondabulkun, ki pas disa. Që ishin deputet.
që bën ligjin e Knamas. Deputet nga teatri. Na sot ne një pasuri për atë që thot zoti Shehu, që ne të qarkullojmë ca për të qarkulluar ca lek. Këtë që thot Berti. Fare, se ke ligji kam vujt çik dorën dhe unë to që po thos. Jo, të them. Se e ka kap mirë Berti. Një sekond. Sepse për të arritur ka i ligj që ju keni pas në dorë, është taku Jacques Langu në Francë. Dhe unë blodhen këta njerëzit, shkuan atje, takuan Jacques Langu. Patjetër ke pas dorë. Njeriu që është marrë më shumë, që ta keni të qartë, ta dini për edhe që me i dhënë një lloj respekti, është ai regjizori Prifti. Lat Prifti. Se nuk e di ashma. Ai është marrë me ligjin e asajt dhe në atë kohë nuk ka qenë Managnosi, ka qenë ministri tjetër, se ligji është bërë në vitin 96-97. Nuk se edhe diçka... Dhe këta nuk e bëm do të ligjin e teatrit. Nuk e bëm do të ligjin. Nuk e bëm do të ligjin për teatrin, por bëm disa lloj vendimesh për teatrin, për cilin ja ky që sot bëj, ka bërë një luftë të madhe, me thënë drejtën, Drenika, kupto, që artistët të mëshin gjysmën e të ardhurave të shfaqjes, edhe kemi bërë një vendim qeveria për këtë. Po, për këtë janë historinë atë Janë shia të vendim. Janë shumë të rëndësishme. Që t'ja japim kontributin. Nuk marrë Razilek. Marin sot pra unë po them, jemi të vojnë vitin 93, 30 e sa vjetë për para, po unë po them, këto që janë bënë atë kohë, që ka qenë shumë mjera, sot janë pa mjaftueshme. Dakord. Sepse koha ka hecë kaq përpara. Në atë kohë ishim brenda një tregu shtetëror në një farë mënyrë. Institucionet ishin komplet shtete, me që ka qeveria. Kush duhet ta bëj këtë ligj? Duhet ta bëj kjo qeveri një rast farë, prit. Dhe komuniteti i artistëve i organizum komuniteti nuk pyet që nxjerr një produkt të vetin. Bëjnë kështu takime çek, takime me bë fotot e Facebookut. Në 2007 Teatri Kombëtar është hequr nga monumentet e mbrojtura. Dhe dokumenti që ka qenë atje është humbur dhe nuk e di njeri ku përfundoi dhe si përfundoi dhe pse përfundoi, që doli nga zona e mbrojtur, se ishte gjithë kompleksi. Ajo ku shkruaj që Teatri Kombëtar duhet të ishte i mbrojtur, nuk u gjet më ai dokument. Dhe pastaj vijuan historitë nga një krah dhe në krahun tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme për ka dhe një problem, sepse marrim qendrën kombëtare të filmit, ka dhe një problem i cili në kohë, prapë ka dhe një problem ku vjen dhe më shumë qendra sot kombëtare e filmit funksionon edhe për shkak sepse janë palët e interesit, janë shtëpitë filmike dhe janë shoqatat të cilat janë partnere, pra bashkëpunojnë me të. Janë palët e interesit. Nuk i ke këto në kulturë në tërësi. Sot kanë humbur bordet në tërësi, nuk ka borde. Ka vetëm drejtor tektuk që si njeh njeri të cilët mblidhen bashkë dhe vendosin vizionin e kulturës shqiptare. Pra, ky është një problem tjetër, i cili në fakt nga pushteti në pushtet, po dhe nga 4 vjeçari në 4 vjeçar, është minimizuar vetëm te këto institucione të cilat i bëjnë në një monolog të plot të gjithë vizionin e kulturës. Edhe një problem tjetër është që e para njëherë ka mungesë transparence. Nuk është kjo që i nxorëm neve në website e tjera me radhë, po ka për projekte të cilat bëhen, si thua, bëhen dje dhe shfaqen sot dhe nuk ka një diskutim real, qoftë edhe për ligjin të tredës autorit e tjetër me radhë dhe të sponsorizimeve që është. Do më thënë, bëhen takimet në mënyrë shumë skematike, po nuk ka një diskutim real për të nxjerrë. Sa për të bë, për me tregu që na e kena mendjen të ju, na të ju e kemi mendjen, po. Pra, dhe ky elementi i palëve të interesit, palët interesi nuk i quaj në kuptimin e keq të fjalës, i quaj domethënë artist, shoqata, grupime të cilat në fakt duhet patjetër t'i marrësh zërin e tyre, domethënë nevojat dhe kërkesat që ka në kuptimin më bashkohor të fjalës,
sepse edhe këtu po luhet të rit dhe me të vjetrit, mos them edhe i gjë që këtu të vjetrit janë bërë si të ri dhe të rit si të vjetër, sepse ka rënë nga mentaliteti, sepse ka ik shpresa, domethënë. Ti mendon që do ketë një shoqat që të mblidhë gjithë me saj? Pa interes, grupime, se nuk bëhen dot shqiptar. Në futboll, në futboll kemi një thesë me pleshta. Në sporte individuale, po. Aty jenë fantastik. Nëse si unë mendoj që kjo e ka baku. Se shohim vetëm gotën gjysmë bosh, ta shohim edhe gjysmë plot. Gjysmë plot, po s'bahemi dot bashk. Ky është fakt. Ka thënë Fishta, s'bëjmë dot një, më mirë të bësh bashkë një thesë me pleshta se sa shqiptarët. Kjo është zoti pak më herët ta zoti Drishti foli për idealizmin. Ju mendoni se ka vdekur idealizmi apo ka një lloj shprese te kjo pjesë? Jo. Unë mendoj që idealizmi si çdo gjë nuk vdes. Sigurisht ka pas periudha që ne kam dominon idealizmi, ka personazhe idealizmi, shiko, ka gjë kështu se thotë ky që Papa Ratzinger, kur ishte kardinal, se ky është teologu i kishës, e vdikma, teologu i kishës, edhe konservatori. Para një 15 vjetëve se u bë pap, tha, botën tha e ka fitu marksizmi. I thonë, që ka më që i ta që i ra dhe bashkimi sovjetike, gjitha këto, Kina, këto, që me thonë, bota e ka kapitalizmin, pikërisht për këtë punë. Se materializmi ka materien për para, anë ekonomike, interesën ekonomike, nga kjo pikpamja, që nga Amerika, deri në Kinë, mene ke lekët e ka. Që nga kjo pikpamja, bota materiale, si që thotë, ky ka fitu, i biqenje, e me gjithate në këtë botën e madhe materiale, ka me mira njerës që me idealizm, i shkojnë mrapa artit, i shkojnë mrapa punës, shkencës, drejshit tanë, nuk ka për të vdek në jere idealizm. O komponent i natyrës njerëzore. Nuk e lidhë thjesht me spiritualizmin, me religionin e me këtë gjithë. Po idealizmi edhe në formën e vetë, laike. Po s'ka për qenë në herë forës vendimarë, s'ka për qenë kur idealizmi, ka për qenë vetë materializmi. Këtë desha me këtë praneta thashe të Ratzingerit, që po që për të fitu, betejën finale ka fitu, po këto të humburit e idealizmi janë gjallë, nuk kemë vdek, nuk janë asgjësu, se nërishës do kishim as artë, as shkencë, as dëshirë për të ndryshu, as votimi s'do ishe i nevojshëm, se do votojshim pasanikët, edhe mëllësh këtë va. Kështu që unë kam shpresë edhe biles, po të them se ka jere e gjukojmë qune se gjithë shqiptarët thonë, ama për para njerëzit ishim mirë, janë botë qi për hirë të legut. Ja, shqiptarët e sotëm janë më të mirë se shqiptarët e kohës e Verhogjës. Qenë e birë qenë, spionojshim njërë një tjetën, për i qa bukë, për e... Kështu prede, kështu nga kjo pikpamje, pse, na të mizerje, na për fshatrat atjet izolume, si që e kanë më të mirë se rinia e sotme? E urbanizume, ka pa botën, fletë gjuhët. Këpëtote, kështu që unë, prandaj unë them, sot në Shqipëri ka më shumë idealist, ka më shumë tri që e dunë Shqipnin më shumë se sa e dojqën ato. Ato e thëshin prej fryge, prej qa bukë, këpëtote, apo folqim shumë për artin e. Kur artistët ishim bo pak, s'po du me thonë delengjie, servil, imaginoj populli thjesht, si ishte. Kështu që ajo punë që thuti idealizmi, për mu. A, nështë kam të pru, budalaj funit, ku që mërë vesh këtë punë, po gjithë si unë gjykoj gjithë. Por sot i gjitën partive... Qërë bëshin? Për ka pas i numër caktum atje partije, më burë. Sa ke pas 3 milion e gjysë banor, sa vetë ke pas partije në kohë, kurse sot i ke ndarë gjithë dhe për partira. E pra mja vos. Sot zjanë njëri pa partisë i duket vetja anakronik. E pra mja, unë po them sot, unë jam Shqipëria e sot me gjithë se si është më emancipume, ka hapësirë shpirtërore më të madhe,
se sa ajo e asaj kohë. Menimi më qofë e gabu, më kuptoni. Po unë që besoj. Njerëzore nuk do ta humbi kurrë as pasionin, as idealizmin, as optimizmin, sepse pa këto shoqëria njerëzore do të zhdukej. Shumë përpara. Do zhdukej, nuk do ekzistonte, do fitonte e keqja, merrte fund historia. Fakti që vazhdon, ka përplasjet e veta, në momentet caktuara duket sikur fiton, vjen mbrapa, po dhe një biznes që ta bësh. Ismeti e thot me pesimizëm, por pasionin dhe idealizmin që ka pas në mendje për ta bërë, e ka bërë dhe vazhdon e bën. Pra, e kemi... Zjarin vazhdon të ketë flakën gjallë dhe të drishtë, ka vërësi se ju... Me pasionin... Flakë olimpike nuk shuhet. Ne gjithmonë bëjmë një debat, një analizë për të shkuar për më mirë. Nuk është çështja që nuk ka zhvillim Shqipëria, por zhvillimi vjen edhe si shkak pasojë e lëvizjes lirë, që siç tha dhe zoti Shehu, po t'i krahasosh atë kohë me këtë kohë, padyshim që lëvizja e lirë është thelbi i një zhvillimi, domethënë të një shoqërie të caktuar, dhe padyshim që edhe arti e kultura është pjesë e kësaj, po ne mendojmë që ku mund të shohim disa elemente të cilët mos t'i bëjnë edhe këta të rritë, se unë i kam për ditën auditore, patjetër kemi edhe talente, po kemi edhe që e kanë kokën pikin jashtë Shqipërisë, domethënë. Pra, tash duhet gjejmë një raport edhe për të analizuar dhe për të kërkuar më shumë, se talente dhe idealist ka, po çështja është domethënë, si ne këtyre do t'i krijojmë një atmosferë për t'i mbajtur këtu. Jo thjesht për t'i mbajtur, për t'i motivuar. Për t'u motivuar. Jemi bërë dhe kështu domethënë si një vath. Puna është si do t'i motivosh. Dhe shumë nga gjërat që ne diskutuam janë pjesë e motivimit. Po nuk është për ta ndarë bardhë dhe zi kuptimi që ishim më mirë apo jemi më keq. Patjetër shoqëria ecën, unë mendoj që ecën për shkak mbi të gjitha, ndoshta nga që unë jam edhe një çik në natyrë, domethënë i djathtë, për shkak të individit, se nuk ka ecur për shkak, si thua, të këtij arqomarksizmit që e diskutoi zoti Shehu të kësaj, sepse mendoj që prapë është një format i utopie të dështuar që ne e kaluam për një diktaturë. Do kalojmë një hapësirë shumë të shkurtër vizitare për të ardhur sërish dhe për të vijuar diskutimin në pak minuta që na kanë mbetur.